الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Në shoqëritë ku jetojmë ka kategori të dobta, ka kategori që ka nevojë për ndihmën dhe për kujdesin ton, siç janë jetimët dhe njerëzit e ngratë të varfër, drejtat e cilëve zakonisht mohohen dhe në përkëmbën për gjatë historisë. Andaj për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala na ka nxitur dhe na ka tërhequr veten që ne të tregohemi të kujdesshëm ndaj tyre. Dhe pashtu Allahu subhanahu wa taala i ka qortuar ato shoqëri të cilët u bëjnë pa drejtësi këtyre kategorive të dobta në mesin e tyre dhe u amohojnë të drejtat që u takojnë. Allahu azza wa jall thot: "Kalla bal la tukrimun al-yatim." Nuk është ashtu siç mendoni ju, mirë po ju jeni të atill që nuk silleni mirë me jetimët. "Wala tahadduna ala ta'am al-miskin." Dhe nuk e nxisni njëri tjetrin që t'i ushqeni të varfrit dhe njerëzit e ngratë të dopt. "Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma." Dhe trashëgiminë të dobtëve ju e zhvatni e përvetsoni me një lakmi të pangopur. "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dërsa pasurinë e doni me një dashuri të skajshme, të pakufishme. Në këto ajete Allahu subhanahu wa taala po e qorton botkuptimin i cili është i përhapur tek njerëzit se kur Allahu subhanahu wa taala i jep dikujt dhe ia zgjeron rrezikun, Allahu e ka nderuar atë, dhe se kur dikuj ja shtrëngon dhe ja ngushton mjetet e jetesës, e ka poshtruar atë. Pra Allahu po thot kella, nuk është ashtu. Nuk është kjo peshore te Allahu subhanahu wa taala. Kjo peshore është tek njerëzit. Ky botkuptim është i përhapur tek njerëzit. Pastaj Allahu subhanahu wa taala po kujton njerëzve se ata janë tillë që u bëjnë pa drejtësi disa kategorive të caktuara në shoqërinë ku jetojnë. I lënë në shkujdesje dhe nuk interesohen për ta, siç janë jetimët dhe njerëzit e ngratë të varfër. Po tregon Allahu subhanahu wa taala se njeriu mashtrohet pas pasurisë dhe jepet tepër pas saj, sikur të ishte i shmendur, sikur të mos e kishte mendjen me vete. Po tregon se pasuria e bën njeriun arrogant dhe bën që ai pastaj të harrojë të drejtën e vëllezërve musliman, të drejtën e të afërmve. E bën të harrojë mëshirën dhe dëmshurinë ndaj tyre. Për këtë arsye, prej gjendjeve më të shëmtuara dhe më të këqija është kur njerëzit e pasur e harrojnë të drejtën e vëllezërve të tyre, cilët kanë nevojë, cilët janë të varfër të ngratë, e po ashtu edhe ata që janë jetim. Kur njerëzit e pasur nuk e nxisin njëri tjetrin që të ushqejnë njerëzit e varfër të ngratë. Pikërisht për këtë arsye feja jonë madhështore islame e ka bërë obligim zakatin. Ka bërë obligim mëshirën ndaj të varfërve. Nxit që të bëjmë mirë të tjerëve, të shpenzojmë për ta për hir të Allahut subhanahu wa taala. Na nxit që të jemi bamirës, na nxit që të jemi dorëlir e jo të jemi kopras e dorë shtrënguar. Na nxit që të realizohet drejtësia shoqërore, sepse realisht gjendja jo nuk mund të përmirësohet përveç se kur ne e mëshirojmë njëri tjetrin dhe solidarizohemi me njëri tjetrin. Siç thot Allahu innamal mu'minuna ikhwa, vërtet se besimtarët janë vëllezër mes vete. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na nxit që të dërgohemi të kujdesshëm ndaj jetimëve. Dhe thot: "Ana wa kafilul yatimi ka hatayn fil janna." Unë dhe kujdestari i jetimit në xhenet do të jemi sikur këta dy. Pastaj bëri bashkë mes gishtit të tij të mesëm dhe gishtit të tij tregues. Nga kjo që u tha, dalim përfundim se feja islame e ka ndaluar rrepsisht arrogancën që e ka plon njeriun për shkak të pasurisë. Dhe se Allahu subhanahu wa taala pasurinë që na ka jep, na ka dhënë që me të të bëjmë mirë të tjerëve, atyre që kanë hak në pasurinë tonë. Në mesin e tyre janë jetimët dhe njerëzit e ngratë të varfër. Andaj të marrim sim nga këto porositë Allahu subhanahu wa taala, ti nderojmë jetimët, ti ushqejmë dhe të shpenzojmë për njerëzit e varfër të ngratë, sepse nëse veprojmë kështu, Allahu subhanahu wa taala do të na jap bereqet dhe bekime në pasuritë tona, në familjet tona. Do të bëjë që të jetojmë jetë lumtur shpirtërore, të kemi rahati dhe paqe shpirtërore. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na jap nga mirësitë e tij. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.